Dy super të kërkuar të tjerë janë kthyer sot nga Dubai. Njëri prej tyre është Dashnor Dumani, vllai i super të penduarit Nureddin Dumani. Edhe i vllai është i njohur për vrasje si ajo e Bradasheshit në periferitë e Elbasanit, ku vran 3 të afërm të Erion Alibeit, dëshmitë e cilit kanë përbujë 2 javë të fundit, dëshmi që lidhen pikërisht me shndërrimin e njeriu zakonshëm në një vrasës të egër, pikërisht për hakmarrje. Ekstradimi Dumanit tjetër vjen në kulm të dëshmive të procesit plumbi i Art, që vazhdon të trondisë me prapaskena vrasjesh, porosish dhe tradhtish. Por ndërkohë duket se Shqipëria po realizon një gjë drejtjetë pa mundur për shumë shtete, po ngrohura transporti me Dubain për kthimin e të gjithë kërkuarve atje. Në kështjellën shtet mes shkretirës arabe, fshihen kriminalet më të rrezikshëm nga gjithë bota, fal mungesës së një ligji ekstradimi dhe kornizës tepër liberale të Emirateve për përdorimin e parave të papastra. Por çfarë ka ndodhur dhe pse kjo po ndodh megjithëse marrëveshja e ekstradimit nuk ka akoma, apo ka dhe po mbahet e fshehtë? A është kjo graska ku po bien kriminalet shqiptarë dhe parat dhe asetet e tyre të palishme? Ndërkohë, brenda vetë pallatit të drejtësisë ka lëvizje të forta tektonike. Janë bërë publike 13 emrat për zëvendësimin e Aida Hajnës, e cila mbaron mandatin e saj në krye të BKH-s. Për të kuptuar rëndësinë e Byros Kombëtare Hetimore ose FBI-s shqiptare, mjafton të shohësh në të shkuarën se ku ka çaluar drejtësia jonë. Një prej hallkave më të dobta ka qenë bashkëpunimi i prokurorisë me policinë. Vetëm një vit më parë, për këtë u ankoa publikisht vetë kreu i SPAK, Altin Dumani. BKH supozoi ta kapërcente këtë problem, duke qenë se do të ishin kthetrat speciale të forcës ligjzbatuese të SPAK. Por nuk duket se ka qenë gjithmonë kështu. Për shembull, kjo u vure në aksionin e arrestimit të Ilir Metës, ku agentët e BKH-s netën në distancë, ndërsa ish presidenti prangosej nga policë. Disa aksione të rëndësishme të SPAK thuhet se kanë pasur rrjedhje, informacioni, pikërisht nga agentët e BKH-s, të cilët duhet të zbatonin ato. Jo për këto çështje, por për përplasje kompetencash thuhet se mes Dumanit dhe Hajnës ka patur epoka të gjata ngrice dhe krize. Ndërkohë, lista e emrave të rinj të mëtonjësve të zyrës së Hajnës ka ngritur pikpyetje, këshëri, por dhe hipoteza. Janë prokuror, polic, ish polic dhe ish drejtues të uniformave blu. Më shumë pikpyetje ka ngritur emri i Gledis Nanos, shpesh mendohej si njeri amerikan, ndërkohë që u hoq pa ceremoni nga Edi Rama nga pozicioni i tij në krye të uniformave blu 3 vite më parë. Dhe shumë po mendojnë se nëse Gledis Nano fiton, nuk do të fitojë sepse ka mbështetjen e qeverisë, por a e ka ai të amerikanëve? Dhe a do të shtonte kjo presionin ndaj SPAK, e cila gjithashtu ndryshon kreun e saj vetëm pak muaj më pas? Gjithçka po ndodh pas zgjedhjeve të 11 majit që solli një stabilitet politik, por që njëkohësisht u lan dorë të lirë drejtësisë dhe gjykatësve e prokurorëve të procedojnë me gjyqjet e mëdha. Sali Berisha, Ilir Meta, Arjon Veliaj janë 3 më kryesorët, por ka dhe shumë ish ministra, ish deputetë, ish kryetar bashkie, të cilët tashmë nuk kanë një kalendar politik që t'i mbrojë apo t'u vonojë proceset gjyqësore. Sali Berisha vështirave po përballet edhe me procese direkte, pa dije nga gjykatës, të cilët jo vetëm kanë marrë vendime të forta, por dhe nuk pranojnë që Sali Berisha dhe gjuha e tij e gjatë helmatiste t'u marrë dinjitetin nëpër këmbë. Shembulli i Irena Gjokës është vërtet për t'u marrë shembull. Ajo jo vetëm nuk nguroi të zbatojë ligjin dhe të arrestojë Sali Berishën, por tani po e përballet atë dhe me gjuhën e tij të gjatë, si dhe me ligjin. Olci Date dhe Erges Plumbi janë 2 figura tjera që po rriten në sytë e publikut, pasi po përballen me presione të forta politike për çështje dhe emra të mëdhenj. Por ka gjithmonë një por, sepse ka gjithmonë sinjale teprimi. Njëri për ty erdhi sot kur kryeministri paralajmëroi gjykatësit për çështje rrogash, por me një kontekst të fortë kërcënues, se pavarësia e tyre lidhet me vendimarrjen, por jo me vetë funksionimin e tyre si një shtet brenda shtetit. Dhe së pari kërcënoi gjykatën kushtetuese, po përse kushtetuesen? Si mundet një mazhorancë që në shtator do ketë vetëm 83 deputet të shtojë person ndaj një institucioni që mbrohet nga kushtetuta, kushtetutë që preket vetëm po patë 94 vota? Por a dha Rama sot sinjalin e parë serioz se nëse ka përplasje drejtësi politik, fjalën e fundit e thot pikërisht kjo e fundit, edhe duke u bashkuar. Për këtë do të flasim sot. Sigla. Mirëmbrëma edhe mirë se vini në Restore me mua sonte në program për folur për këto tema të rëndësishme dhe interesante, sigurisht edhe me sfond të fort politik. Janë Artan Rexhepi, specialisti i çështjeve të rendit sigurisë. Mirëmbrëma zoti Rexhepi, faleminderit që mua sonte. Avokat Romeo Karaj, mirëmbrëma Romi. Faleminderit që je sërish me mua. Etleva Delia, autore e gjërat tona këtu në ABC News. Mirëmbrëma Etleva. Dhe gazetari ynë atë shuar pranë SPAK Ermal Vija. Mirëmbrëma Ermal. Ermal, atëherë të flasim pak për ekstradimet e sotme. Pra, duket sikur janë është si një dram ku
rolet kryesore po fillojnë dhe po mbushen. Kësaj radhe vjen vllai i Nureddin Dumanit, edhe ky me shumë ngarkesa mbi kurrizë, vrasja të Bradasheshit, thuhet që ka qenë pjesëmarrës apo jo dhe një nga vjedhjet e grabitjet e Rinasit. Pra, çfarë po synon SPAK të bëjë? Pra, a ka një temi një skenar ku ajo të cilin apo e plotson? Në fakt, deri më tani duke se është një punë, le të themi, më shumë e policisë se sa e prokurisë të posaçme, pasi ekstradimet që janë bërë deri më tani nuk janë bërë në bazë të marrëveshjeve që ne kemi, sepse ne me Dubai nuk kemi një marrëveshje ekstradimi mes Ministrisë së Dubai s'ka me të gjithë, në fakt. S'ka me asnjë, nuk ka dhe prandaj dhe kriminalit kanë gjithë strej aty nga gjithë bota në Dubai. Por kohët e fundit jemi mësuar në fakt që shpeshherë emra dhe të fortë të botës së krimit, siç janë Florent Dervisha, siç është Julian Meça, e fundit Florence Çapja, tashmë Dashnor Dumani, ku sikundër e përmendët dhe ju është i përfshirë në 2 ngjarje kriminale nga ana e prokurisë së posaçme. Një lidhet me masakrën e Bradasheshit, ku mbetën të vrarë 3 të afërm të Erion Alibejt, dhe rasti i dytë lidhet me grabitjen e 3.4 milionë eurove në pistën e Rinasit, ku Talo Çela ishte Talo Çela, ku në fakt Dashamir Dumani dyshohet si i përfshirë bashkë me një person tjetër që është Altin Doci në djegjen e një prej automjeteve për të bërë të mundur çorientimin le të themi të forcave të policisë sa i takon ndjekjes së makinave të cilët grabitën parat. Por sa i takon ekstradimeve është një marrëveshje mes Interpolive dhe ka qenë Interpoli i cili ka bashkëpunuar, le të themi, ka koordinuar mes Interpol Tiranës dhe Interpolit Abu Dhabit për të bërë të mundur më pas ekstradimet e këtyre personave të cilët deri më pak kohë më parë ishte pa mundur. Pra, është zgjedhur Interpoli pra nuk ka një marrëveshje ekstradimi, thoni. Zyrtarisht nuk ka një marrëveshje ekstradimi, është Interpoli i cili ka mundësuar, po themi nëpërmjet bashkëpunimit të Interpolit ton me Interpolet e tjera në këtë rast me Interpolin në Abu Dhabi dhe në pas është bërë edhe ekstradimi këtyre personave të cilët tashmë po ballafaqohen edhe me autoritetet tona këtu dhe me verove penale të cilat i akuzon prokuria e posaçme. Para se të flasim për këtë, do të flas pak edhe Eteva, me që ti e marr edhe në emision disa herë me këto grupe, duket, paktën nga sa shikohet edhe temi edhe nga rrëfimet e Alibejt gjatë këtyre 2 ditëve 2 javëve të fundit. Edhe ato Dumanit më përpara, edhe detajet që lidhen me Talo Çelën, me këtë që erdhi sot. Duket që realisht ne mendonim që është Durrësi, po duket që Elbasani pas ka qenë temi kontingjenti më i rrezikshëm. Jo vetëm nga dëshmitë e të penduar në pak, por edhe zbërtimi i Skyt, platformës Sky, kanë nxjerrë zbuluar lidhjet kriminale, grupet kriminale, madje Elbasani figuron që të ketë pasur 2 organizata kriminale, që është niveli më i lartë i krimit organizuar, dhe 2 grupe të strukturuar kriminale. Disa prej krerëve, le të themi, vijojnë të jenë narrati, siç është rasti i Suel Çelës, për cilin ka urdhër kërkimi, por deri tani i është shmangur drejtësisë. Pjesa tjetër, 3 grupet e tjera të Elbasanit, pothuajse janë goditur, drejtuesit janë arrestuar, rasti i Alibejt që është kthyer vetë në të penduar dhe po rrëfehet dhe po tregon gjithçka. Vetëm grupi Çela që tashmë është goditur, një pjesë e antarëve janë arrestuar, një pjesë janë shpallur në kërkim bashkë me Suel Çela. Një tjetër nuk i di edhe fati çfarë. Nuk ka dalë ende në sipërfaqe, ndonjë tjetër mund të jetë zhdukur, domethënë ka disa variante. Atë që të bën të përshtypje që dukesh se sikur edhe vllai kundër vllait në disa raste kanë përshtypje, në te rasti i Dumanit, pra sigur kishin operuar edhe në linja që në pamjet parë ishin kundër njëra tjetrës. Në fakt ka treguar në dëshmi edhe Erion Alibej ku në disa raste Dashnor Dumani ka bashkëpunuar me persona me të cilët Nureddin Dumani ishte kundërshtar. Her pas here kishte bashkëpunuar edhe me Talo Çelën, me kundërshtarin e përbetuar të Nureddin Dumani, për cilën si ka mundësi? Po, bota e krimit në fakt nuk njeh aleanca, duke se nuk ka njohur aleanca me familjen. Por edhe shumat e majme që ofroheshin, të paktën sa del në përdosje, ofroheshin deri në 4 milion euro për eliminimin e Erion Alibejt. Dhe për shumë raste të tjera. Për herë të parë në fakt, Dashnor Dumanin e ka implikuar vetë Nureddin Dumani. I vllai vet, ku në fakt ai ka marrë statusin e bashkëpunëtorit drejtësisë dhe do t'i duhet që do të tregoj për gjitha ngjarjet kriminale, për gjithë rastet që është në dieni. Në të kundërt, në rast se ai nuk tregon ato fakte që ai ka rënë dieni, atëherë hiqet statusi i bashkëpunëtorit, çka do thotë që më pas. Pra kështu është ligji, pra duhet i tregosh gjitha, po të kapet një vend që ke gënjur,
të binë gjithë përfitimet që ke marrë, gjithë lehtësira që ke marrë. Duke në fakt se edhe vetë bashkëpunëtorët e drejtësisë janë, le të themi, si të kapur në këtë moment, pasi një tjetër bashkëpunëtor që është më mas atë është Sky Encrochat. Dhe gjitha këto janë kryqëzimet që ka bërë prokuria e posaçme, ku lidhen, po themi, komunikimet mes anëtarëve të grupeve në aplikacionet Sky Encrochat dhe më pas edhe dëshmitë e bashkëpunëtorëve. Dhe këtu kanë qenë, po themi, përballë përgjegjësisë bashkëpunëtorë që do tregojnë me detaje në lidhje me gjithë ngjarjet kriminale, personat e përfshirë për cilët ata kanë djeni. Dhe në këtë rast Nureddin Dumani ka treguar në prokurinë e posaçme në lidhje me atentatin e 2018-ës ku mbetën të vrarë Indrit Alibej dhe dy të afërm të tjerë të Erion Alibej, ku ka treguar se personat që kanë marrë pjesë, mes personave që kanë marrë pjesë ka qenë Altin Doci apo dhe Dashnor Dumani, vllai i tij, i cili ka marrë pjesë drejt për drejt si një nga ekzekutorët në ngjarjen e 2018-ës. Dhe më pas ka dalë dhe masa e sigurisë pas dëshmisë së Nureddin Dumanit. Zotëri Rexhepi, në fakt krimi shqiptar i organizuar, apo më duket më shumë i çorganizuar. Pse? Sepse zakonisht ju e dini vetë që ka dy linja ku organizatat kriminale bazohen, ose te linja e gjakut, ose te linja e besnikërisë. Ky rasti i Dumanëve tregon që rasti i Dumanit në fakt e diskutova dhe me se s'është as pra nuk është njerëz gjaku, njerëz besnikëri. Në studio me një kolegun tuaj, domethënë, edhe faktikisht është skandaloze të vetë vllai përballë. Kundër vllajt, është pa asnjë lloj norme çfarë do, domethënë flasim për moral, domethënë çfarë do. Sidomos në traditën shqiptare është diçka. Gjithsesi, unë për grupin Dumani në fakt e kam qyçu marketi Dumani, domethënë ku njerëzit, kur jeta e njerëzve ishte kështu si në tregtim me shumicë, e merrte Dumani, ja kalonte tjetri, domethënë është vërtet jashtëzakonisht e rëndë, domethënë. Nëse do të flas për ngjarjen e Rinesit, kam pas një rast në fakt, që kërkuan të bënin një alibi për një video, ma ofruan si punë, domethënë, që ishte një që nuk rom, duket ky që ka patur pseudonimin Garipi, duket nga këto të grupit e grabitësve, dhe faktikisht kishte bërë një mask kështu dhe kapësh palosja në video. Zakonisht mishi paloset kështu horizontalisht, nuk paloset vertikalisht. Imagjinoni se ku kishin arritur, domethënë, për të krijuar alibi që jemi në një vend tjetër, kishin bërë mask të zëm të njëjtë me Artanin. Në fakt Artani ishte në operacion atje në Grabitje dhe këtu ishte në një pikë karburanti një person me maskën e Artanit. Pra ishin kaq sofistikuar tek kishin studiuar shumë mirë, domethënë. Kuptohet, refuzova. Patjetër. Po që kjo e Dumanit është merit fakt që ai është kthyer i penduar, kuptohet është kthyer nga Afrika sepse u kërcënua jeta nga ndjeu rrezik serioz, nuk është se mund të them edhe një rast tjetër kam punuar në drejtorinë e burgjeve, njëri nga këto kishte bërë një roman, domethënë edhe na vun atje që ta dëgjonim kështu, edhe nuk e njihja fakt se kush ishte, edhe pyes një nga këta kolegët atje, se unë isha me cilësi tjetër, tha ka vrarë këtë nga zona e Elbasanit ishte. I thash, po s'na bën moral, ka bërë një mal me mish me njerëz, domethënë, e kuptonte edhe puna ti. Ai kishte bërë roman arrestik, se tash mos e bën roman kriminal pak, se ashtu do kishte sens. Edhe domethënë imagjinohet dëgjosh romanin aty, domethënë unë faktikisht në pavarësisht se i shërben drejtësisë jam kundër lehtësirave të këtyre pentiti, pavarësisht se e njeh ligjin, domethënë. Keni parasysh sa ka. Do të nga që i keni njohur dhe nga afër dhe është ajo ideja që kur i njeh nga afër. Keni parasysh sa problem ka me politikanët, me thënë vërtet. Sa kanë vrarë të marrin lehtësira, domethënë është, ku di unë. Po nga ana tjetër po shërben për zbërtimin e një rrjete të tërë apo jo. Nuk e vendosën atë, thjesht e kisha ke pjesë morale që personale patjetër. Megjithatë çfarë po ndodh me Dubain? Në fakt është tentuar. Se duket se po bie, duket tamam një kështjellë rëre, sigur po bie poshtë. Po, kanë marrëveshje ekstradimi sigurisht që nuk ka, duke qenë se nuk kanë edhe shumë, jo shumë për pothuajse të gjithë vendet. Kanë pasur vetëm 2 rastet më parë me ekstradimi, një Belgjika dhe një Italia, për persona me rrezikshmëri, madje personi ekstraduar. Nuk shoh që vendet e tjera ta zbatojnë. Nuk është gjetur një kleq dhe është më shumë marrëdhënie personale mes drejtuesve të Interpolit në këtë rast. Nuk e konsiderojnë ekstradim të mirëfillt duke qenë se dyshoj që këta u lan balla ndjes. Jo, ndjes sepse kanë frikë se hapi që ta u landi. Jo, ishte një tip marrëveshje që bëhej me shkëmbim. Në kohën e ministrit, në kohën e Kushti Balla ishte ministri i brendshëm Kanë bërë disa takime për të arritur një marrëveshje për shkëmbimin e të dënuarve, ose për deportimin, ose për një ekstradim në formë të përshpejtuar, ose me dëshirën e vetë të dënuarve, por pas Florence Çapjas, që ishte ekstradim, pra ishte një vendim i marrë nga gjykata atje, dhe i nise informacion në zyrës tonë të Interpolit, dhe thuhej saktësisht është miratuar ekstradimi ti,
Do të thosh që është hapur rrugë edhe shumë të tjerëve pasi në Dubai ka një vendim gjykate apo Romeo, ku ai krijohet e precedent pastaj, ekstradim në disa raste më sa shohun ka pasur deportim, që është dhe një masë administrative, unë të përzor nga vendi im i padëshirueshëm. Kur përfshihesh në grupe penale në vend. Jo, dhe mu mos përfshihesh. Je padëshirueshëm. Tani në Amerikë kjo po përdor deportimi. S'ke letra edhe, por kam pasur edhe kombinime me urdhë arresti ndërkombëtar, pra me përfshirje të Interpolit, me Red Notice, edhe me urdhë arresti nga Europoli. Pra është kriju një klimë e tillë që palët e kam parë të arsyeshme tani të mos kenë rezerva, më mirë të bashkëpunojnë këtë fushë, por pas pasur sanksione në krahun tjetër. Se edhe Europa dhe pjesa e Interpolit ka qenë gati duke ngritur dhe sanksione për Duban, nëse nuk do të bashkëpunonte në raste të flagrante, po themi. Në fakt janë shumë pak vende, ose më saktë janë pak vende krahasuar me ato që kanë marrëveshje ekstradimi mes njëri tjetrit, cilët nuk kanë marrëveshje ekstradimi. Dubai është një Brazili, është një zonë tjetër ku fshihen edhe kriminal të prezumuar apo të kërkuar të tjerë shqiptar. Por rënia e Dubait duket tamam një pikë kthese. A mund të jetë kjo realisht një pikë kthese Rexhepi edhe për faktin që Shqipëria si një vend i cili pretendon të futet në BE pas 2 apo 3 vjetësh, ose të paktën ta mbylli procesin, të mbylli dhe këtë kapitullin e këtyre të fortëve, këtyre kriminalëve, të cilët me të vërtetën i kemi pasur jo thjesht në përkëm, fillimisht në përkëm, pastaj në qytete, pastaj pam dhe në parlament. Për ca kohë, pra është ky temi fillimi fundit kësaj epoke? Duket se është hapur një rrugë në fakt. Unë thjesht nuk është se kam informacion, por me intuit e kuptoj që është hapur. Ne nuk kemi shtete më i fortë, si as më të fortë si Italia, as më të fortë si Gjermania, që kam probleme me ekstradimet. Tash unë nuk e di në çfarë korridorë janë vendosur dhe në çfarë forme është arritur, por çfarë do lloj korridori të jetë arritur. Çdo arritje që është për mirë, domethënë se ne nuk kemi në krye të Bundesligës ose të Euroligës që të jemi domethënë njerëz. Mos ta preksen edhe Mbakoma e nesh janë pru. Dakor. Edhe kështu që tamam na dhën të gjithë. Kështu që duket se një gjë e madhe ose një gjë e zgjuar ka lëvizur. Për mua është arritje domethënë, nuk ka kudo që krimi domethënë t'i bëhet toka zjarr, për mua është arritje sepse ata ronin me pasuriat pa prekura, vazhdonin dirigjonin trafikit e të gjitha pa pikë probleme atje. Mjafton që të mos kryenin vepra penale atje dhe ndoshta jo vetëm kaq, po ideja ishte edhe lehtësia e madhe me cilën ata investonin për shkak të kornizës ligjore që kanë Emiratet në këtë pikë që i vetmi apo një nga emrat pikë që na ngelet ende në Dubai është vetëm Durim Ban. Pjesë më të madhe të personave të cilët janë kërkuar. Ai është në gjendje arresti apo gjendje tjetër? Është në gjendje arresti. Informacioni që kam marrë nga biseda e fundit është në paraburgim. Shoqëruar aty në fakt në Dubai, po deri tani ende nuk është bërë mundur ekstradimi i tij. Ndërsa të gjithë personat e themi të cilët më herët i ka kërkuar prokuroria e posaçme, pasi kryesisht janë persona që janë kërkuar për vepra të rënda penale për të cilët i ka hetuar prokuroria e posaçme, pjesa më e madhe e tyre kanë ardhur në Shqipëri dhe janë duke u përballur tashmë me akuzat që kanë ngritur dhe prokuroria. Shpesh Romeo ne merremi me sfondin politik të punës pagu, por harrojmë për shkak të punës temi suksesin tjetër të drejtësisë reale, që është goditja e këtyre grupeve kriminale të organizuara, me thënë vërtetën, kur lexoj dosjet e tyre të zbardhura nga Enkorçadi te sistemin e vjen me vjellë, në sensin që ti mendon që ose kemi njohur disa figura të forta të krimit në Tiranë që kishin një farë profilit caktuar, nuk du t'ja pas një vlerë pozitive, por le temi nuk ishin si këta. Kurse këta duket që janë një kategori tjetër, e ta Rexhepi shumë saktë, si një supermarket ku ti futesh dhe merr mallin më të lira dhe pastaj del jashtë shet më shtrenjtë. Konstatimin e ke shumë saktë nga kontaktet e mia të pakta me Brukselin, në vitet 18, 19, 20, ata kishin përcaktuar disa herë gabonin në mënyrën se si e shprehin janë 12 apo 16 grupet mëdha. Megjithatë kishin vënë re që nuk ishin vetëm me përkatësi familjare apo krajinore. Pra ishte filluar bashkëpunimi duke i kaluar këto kufi që kishte paraqitur gangsterizmin shqiptar deri para pak kohësh. E dyta çfarë konstatohet, besoj dhe Spaku e di më mirë se unë, para se të shkojë tek korrupsioni i lartë, aty është qëllimi kryesor i Spakut, ata kanë vënë re që ka një enturazh kriminal të fuqishëm, që janë këta, dhe goditja të cilit është e detyrueshme për të kaluar pasaj në korrupsionin e lartë. Gjithë kemi qenë ndjeni, kush është të paktën për Elbasanin kemi njohur
edhe me emra, edhe me grupe, u bë si akademi, si puna e Niklis, Akademi e Prodhimit Killerave me pagesë në funksion grupeve tjera. Magjistratura krimi. Po. U bë edhe si exchange. Bënin ndere diku, pastaj atyre bëjnë ndere diku në tjetër. Po, ata që trajtoheshin jetë e njerëzve si kombëtarja e krimit me gjithë rezervat. Po. Kështu që ka qenë punë kohësh. Mendoj realisht që koha pika kthesës të këtij raporti pozitiv që kemi me Dubajin, që ka dhënë dhe produkti më mbrapa, ka qenë koha e vizitës punës të Orlando Bauz. Dhe besoj ka qenë një periudhë jo, mbasi jo shumë e gjatë në muaj, po ka qenë intensive dhe ka pasur një produkt real. Por dhe bashkëpunimi me Interpolin dhe Europolin. Europolin e kemi shumë kujdesshëm tani. Bila ta po tregohen tani të vëmendshëm brenda policisë. Dhe unë mendoj që ne për të pasur një efektivitet duhet drejtojmë syt nga policia, nga gjykatat, nga prokuroria, se një pjesë spakut kemi për të lavdëruar dhe pasaj dhe i pjesë tjetër ja vlen mos jetë më aty, po dhe i pjesë e madhe prokurorisë t'i kaloj një vettingu që duhet jetë permanent. Prokurorisë përgjithshme. Po unë mendoj që një pjesë madhe e vettingu nuk i ka dhënë produktet e tij dhe kemi dështuar. Pra ne do të ishim tani në terma tjera të prezantimit të magjistraturës lartë, të gjithë ekipit prokurorëve, gjykatëve të PG-ve. Megjithatë, ata po tregojnë kujdesshëm dhe informacionin nuk po e dërgojnë kudo. Kërkojnë që dhe vetë brenda policisë njerëz të certifikuar për tyre, pra të kemë besueshmërinë e duhur. Ka pasur dhe lidhje direkt prokuroritë e tjera, në rastin e Skajt dhe Kroçatit, me spakun direkt. Besoj se kjo sfidë për të dyja palët është e re, dhe për Europën dhe për ne, dhe po i gjenë rrugët, po kanalizohen mirë, po përshtaten, dhe do të kemi zhvillime, besoj. Mirë, në kohë kemi një zhvillim i cili pritet ndodh, bëhet fjalë, edhe ndryshojmë pak kopertinën, ndalim tek tjetra, ka dhe, që thash në editorial, lëvizje tektonike brenda vetë të drejtësisë së re. Pasi Aida Hajna largohet, mbaron detyrën e saj si drejtuese e BK-s dhe pritën dalin të zgjidhet i riu. Kanë dalë 13 emra, ndoshta e kemi dhe grafikën e emrave, ka aty prokuror, ka edhe funksionar të BK-s, por natyrisht ka dhe 2 emra të rëndësishëm që janë 2 ish drejtues, Aki Çakos, aktualisht drejtori i emergjencave civile, dhe Gledis Nano, i cili qëndroi për një periudhë të shkurtër, i gati shkaktoi shumë zhurmë apo jo zotëri Xhepi, dhe pasi u fol flite që ishte mbështetur nga amerikanët, ndërkohë që zoti Rama, pra temi, qeveria e shkarkoi me njëherë, u fol që pati një ftohje me disa masazhe amerikane dhe qeverisë lidhur me rastin konkret. E shikojmë sot që është tek lista e kandidatëve. Në një parashikim, cili prej tyre mund të jetë sipas jush? Tash unë në fakt me zotin Çako kam punuar, domethënë, ndaj konsiderata për i të vërtetës, për aq kohë sa kemi qenë bashkë në punë, kurse me teatrin e Gledisit kam qenë në punë, dhe për i të vërtetës mund t'ja them shumë flesh kemi pas një ngjarje në Lundër që na ka ardhur arma e krimit në lokal, domethënë, ishte racë polici për vërtetin kuptimin më figurativ të fjalës, domethënë, me zotin agronom. Gledisin pak e njoh nga mediat, duket se performon mirë dhe pati një ikje kështu, dhe siç dolin ato mesazhe duket se ishte qepur mirë krimit, domethënë, për të vërtetës. Pati edhe ca që ma hiqni se kam poshtë shtëpisë ca të tjera këtej nga këto qarqet e Elbasanit. Nëse më lejon 2 fjali për durimin, se doja ta thoj çfarë. Për durimin, okay. Për Durim Bami. Nëse Durim Bami bëhet i penduar, Dumani do jetë kështu kukull për lotre. Në shkuptim. Në kuptimin që mund të shtrihet shumë skandali, domethënë, shumë më tutje. Dhe s'është çudi që luan me këtë mas presioni. Pra Dumani mund të futet tek territori minor i politikës, po. Jo, Dumani të lutem se s'u kuptuam, kam fjalën se duhet e bëj gjithmonë këtë gabim. E kam fjalën për atë kiderin tonë. Okej, pra për Nureddin Dumani. Po pra se penduar Nureddini. Do të dali kështu domosdoshmë. Do deli ashtu e thonë. Ja, absolutisht do jenë. Në shkuptim, çfarë di Durim Bami më shumë se Dumani, ose shumë më tepër. Janë shkallë grada të ndryshme në shkallën e krimit. Janë grada të ndryshme në fakt. Në shkallën e krimit kam përshtypjen se ka njohuri shumë më tepër, domosdoshmë, shumë më tepër se sa lokale. Nureddin Dumani deri tani vetëm në politikë s'na ka
ka futur. Nëse Durim Bami na fut në politikë, atëre sigurisht. Jo, nuk e kisha në politikë, jo. Që emri Durim Bamit ka dalë në çështje me sfond politik ka dalë. Jo, s'do jetë çudi që japim drejt Tom Doshit për atë. Si dhe Jerome? Planin kriminal. Unë mendoj, kam bindje bilet të plot absolute që ka pas drejt Tom Doshi kur ka akuzuar Medrën atëherë. Që donte ta vriste. Po foli Durim Bami. Kemi mundësin ta vërtetojmë dhe atë. Po nuk e ka dhënë një dëshmi apo jo, Leva Durim Bami? Ai e mohoi. Ai ka dhënë 2-3 dhe kontradiktore. Prandaj s'do e pranonte, por duhet parë. Keni parasysh njëri që kanë frikë ta vrasin kur shkojnë, domethënë. Keni parasysh ka dalë në Shkaja Ngoçatë dhe nuk i qellojnë dot. Kanë frikë dhe janë afruar dhe dalën Ngoçatë, nuk e di kush i vajti, më duket në Sarandë për atentat. Se nuk është se kanë çu. Që dolën nga dosja, nga befida. Vajtën e nuk e goditën dot, domethënë. Pra kaq i fortë është. Kaq i fortë apo kaq i mbrojtur? Mendoj që di shumë. Ja, nuk ka dhe informacione, ka dhe informatorë, folën për shumë kriminalë. Këta kriminalë pa suport nuk ka kriminalë zot pa suport. Suport ku pra? Suport politik, suport në polici, suport diku. Absolutisht. Polici po, se këto e kemi parë. Unë jam profesionist edhe dish të bën shtetet, domethënë. Nuk bëhet fjalë. Jo, më kujtohet 97, dhe me thënë vërtetën në Tirana padi një diçka më pak se 24 orë temi trazira. Pra rëmuj, munges shtetet, tjere, dhe mbaj mend që kur doli flasë për 13-14 mars 97, se maj mend saksisht kur ka qenë data, po unë kam qenë me CNN-in të Hotel Tirana. Unë kam qenë punë, me Media Gatshëm vë ngjarje kemi vajtë. Dhe doli patrullat e policisë me autoblindat, dhe aq mjaftoi dhe temi Tirana relativisht u qetësuar në ditën më të keqe të shtetit shqiptar, ndoshta prej 1914-ës, ë? Ushtari i shtetit kam qenë, domethënë, po që Media Gatshëm vë ngjarje dhe Media Gatshëm, pra për kuriozitet, në Tiranë nuk ka një ngjarje pa prova. Mirë, keq ka prova. Ka vrasje, ka prova. Nuk është lënë një ngjarje pa kryer veprime. Ti morën në të klim terror. Prandaj po them, edhe keni drejt kur shteti përslin dhëmbët, ikin gjithë me të tjerët në vrap. Ajo vendosje rendi është merit personale e Vajdin Lamës. Në 97. Po. Edhe e Salisheut si shefi komisariatit 2. Këto kanë qenë, paktën kam dijeni mirë që personat të cilët rikthyen rendin shumë shpejt në Tiranë. Ermal, dhe njëherë për temi për i kthemi çështjes së BK-s. A ka patur realisht përplasje midis BK-s dhe SPAK-ut? Atëherë për të thënë, Aida Hajna si mbaron mandatin në 31 gusht dhe në 1 shtator, prokuroria e posaçme, komisioni do duhet të emërojë një nga 13 emrat, apo duhet t'ja referoj Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili do ta emërojë në datën 1 shtator. Sa i takon në fakt përplasjeve kanë qenë evidente. Ka patur një krisje të marrëdhënieve fillimisht të drejtuesit të parë të Prokurorisë së Posaçme, që ka qenë Arben Kraja me Aida Hajnej, dhe tashmë vihet re në fakt edhe e njëjta marrëdhënie jo e mirë, gjithashtu edhe me drejtuesin aktual, zotin Dumani, sërish me Aida Hajnej. Mund të them vetëm atë që shihet edhe në publik, ku së fundmi në fakt, kemi parë që në 2 operacione të mëdha të fundit, të prokurorisë të posaçme, në pjesën e prokurorëve dhe në cilat operacione? Në operacionin e fundit që u bë sa i takon goditjes së pojave, le të themi, edhe operacionit fundit të organizuar me Finlandën për goditjen Edhe aty ka patur probleme. Jo, do të them që në këto 2 operacione nuk ka qenë Aida Hajne pjesë e tryezës, ka qenë zëvendësi i Byros Kombëtare të Hetimit Jon Keta, i cili aktualisht është një nga kandidatët potencial për të marrë drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit. Po si ka mundësi që këto 2 organe që presupozoheshin të shmangnin atë problemin e vjetër që e thate Dumane para një viti që ta skemi pashundim shumë me policinë, si shpjegohet që për çështje kompetencash, çështje egosh, çështje karakterës? Është e vërtet në fakt, pasi Byroja Kombëtare e Hetimit është një institucion mjaft i rëndësishëm, kanë varësi të saj deri rreth një vit më herët ka patur 60 hetues dhe tashmë do shkojë me 100 hetues të Byros Kombëtare të Hetimit, që është, po themi, struktura pothuajse paralela apo dhe mbështetëse e prokurorisë së posaçme. Ka një potencial, po themi, shumë të madh Byroja Kombëtare e Hetimit në hetimin e dosjeve, pasi janë agjentë e Byros Kombëtare të Hetimit, ata që vijojnë hetimet me delegimet e prokurorëve të posaçme. Pasi s'ka qenë dikur që nga prokuroria dhe kalon te policia gjyqësore, s'ka qenë dikur. Formalisht janë varësi, unë nuk e di pse të ketë kontradikta. Janë detyrime ligjore u përkufizuar që ato ligjin. Ka një ndarje. Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit janë, po themi, të drejtë për drejtë lidhur me drejtuesin e Byros Kombëtare të Hetimit. Sa i takon delegimit të hetimeve,
çështjeve hetimore drejt për drejta, sigurisht ja delegojmë prokurorët. Sa i takon, po themi, detyrave tjera, sigurisht ata kanë po themi, në drejtimin e tyre, drejtuesin e Byros Kombëtare të Hetimit. Po, përma? Në fillim kemi pas një problematik tjetër, që tani mund të rikujtojmë, që BKE duke qenë e re, ishte inaktive. Dhe SPAK-u ankoi që nuk e kishte një BKE efektive. U kam konstatuar që aty ka tani djem e vajza që janë profilizuar mirë dhe po ecën mirë. Tani pjesën procedurale e ka SPAK-u. Ne kemi vuajtur deri në vitin 2016 që vendosëm të ndryshojmë sistemin. Të gjithë ata që kanë qenë edhe dikur në TUSI dhe pastaj u shkri TUSI-a, ne vuanin se s'kishim një organ e TUSI-a. E kemi pasur më përpara dhe deri në 2000 pak e kemi pas, u shkri dhe u dëmtuaj gjithë procesi penal. Por që të ndodhi, si pas sa që thuhet, se nuk jam në dieni sa thellë ka vajt përplasja, që të prishën provat edhe të ndërhyj prokurori në hetime për të cunguar hetimin, kjo shumë e rëndë. Dhe në këtë pikë më qëndroj me BKE-n. Pra, BKE-ja është ai segment që moment caktuara mund të jetoj edhe direkt prokurorët e SPAK-ut, edhe gjykatësit, dhe çdo person tjetër. Pra, BKE-ja, që ta kuptojmë, pra ndaj ndoshta ka dhe xixa mes dy institucioneve dhe drejti kur është normale. BKE-ja mund ta kopsisi dosjen dhe prokurori na bëhet politikan atje. Se kemi çuar prokurorit në bëj preferencat e tij, se tani edhe jemi lodhur me këtë pjesë. I ta bëjmë efektiv dhe SPAK-un. Edhe shumë mirë që kanë këtë lloj përplasje, e kanë në çdo vend. Unë mendoj që BKE-ja duhet të ketë edhe më tepër njerëz. Vërtet me ligj, SPAK-u mund të urdhërojë gjithë trupin e policisë të vijë në funksion të tij kur është e nevojshme, por kemi parë që kanë pasur problematike. Pra, të ketë dhe pjesën operacionale kjo BKE. Edhe nuk duhet të na shiteshin më aksionet, e të na ndodhin problematika që pikërisht pak para se të dali urdhër arresti, na fluturojnë të trimat e Shqipërisë e të dion. Pra, mendoj që do të shkojmë drejt një plotësimi të BKE-s, dhe bile një BKE shumë e fortë, që ne japim meritat në publik SPAK-u dhe përmendet SPAK-u që simbolizon gabimisht edhe GKK-n, por BKE-ja ka një rol deciziv dhe ka një rol kryesor. Dhe mendoj që ne duhet ta forcojmë akoma si institucion. Si ajo me 100 veta tani do të jetë mrekullim masë, po edhe 300, aq sa duan. Ne nuk se s'kemi njerëz. Kemi njerëz në administratë që mund të kalojnë nga ky pozicion tjetër. Në lidhje me kandidaturët, duke mos i njohur gjithë tjerë, po duke njohur paktën 3-4 persona nga kryesor, do të veçoja Akiu me Gledisin, po duke parë moshën e Gledisit, raportet paktën dijenin time me partnerët tanë, që janë si thuash kumbarët e këtij organi hetimit. Mendoj që Gledisi do të ishte një person që do ta çonte në një hap të ri tani. Ne kemi nevojë, domethënë, edhe për moshën e tij, për vojën e tij, pjesën operacionale që ai mbulon si person dhe një mirë, ndërthurjen edhe në hetime më të vështira, se ka qenë ke antiterrori vetë, etj. Dhe mendoj që mund të sjellë një hap të ri përpara, një shtytje të re, edhe një fillimi një etape të re, domethënë. Ai do ka qenë më përmbledhur, më në hije si person, ky person do të jetë më operacional edhe më vizibël, më i dukshëm. Unë kam një bindje të tillë dhe s'besoj se e gaboj, domethënë duke parë atë si person, edhe ka skrupuj. Është një funksionar policie që ka skrupuj. Po ka vetëm një problem. Është shkarkuar nga kryetari i qeverisë 3 vite më parë dhe sigurisht në këtë pikë të situatës së rendit publik, mos gaboj. Ky ka qenë motivacioni i shkarkimit të zotit Gledis. Nuk është pak, ndërsa ky ka qenë motivacioni i shkarkimit. Nuk është pak si motivacion. Pra motivacioni konteksti është i paaftë. Unë zoti Sokol mendoj që ai vend më shumë se sa profesionalizëm dhe shkencëtar të mëdhenj do njerëz me shtyllë kurrizore. Sa jo mban ngarkesa, nuk është në shkencë madhe të tosh, nuk është shkencë madhe. Po mirë, ai tani ligjërisht personi ka marrë një se po e bëjmë se ka edhe emra të tjerë, mos e parashikojmë, ka edhe emra të tjerë. Ka fituar ligjërisht gjyqin i largimit. Jo, nuk është kundra Gledisit kjo, thjesht është diskutim. Po të flasim tema ligjor, pastaj njerëzit e ka fituar gjyqin. Ka fituar gjyqin i largimit. Kjo e bëk edhe më interesante lojën, se i bi që është
Momentin e zëmë që fiton... Nuk pyet njëri për gjyqë, ja ku më keme gjyqë, nuk ka lidhje. Nese, po flasim është pozicion tjetër kjo, pra letemi nëse e fiton, nuk ka asnjë njën në karrierën e tij. Jo, unë e respektoj, nuk ka lidhje. Nuk ishte për shokolin kjo, flas. Quhet largimi pa drejt, ligjërisht. E dyta, palët do të mësohen ta kapërcejnë edhe egon e tyre. Do mësohen të bashkëtojnë në darën e pushtetere, pari të të pranojnë një tjetër. Këtu është problemi, pra këtu është problemi se mbizotrojnë egot, por jo vetëm, por mbizotrojnë edhe temi dyshimja. Me njerë, Rexhepi, sa shkojmë në përshkullë plizarë dhe rikëtemi dhe flasim pikrish për temi sfondin politik, apo presionin politik që mund gjendet në ndryshimet e krerëve të 2 nga 3 institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë së re. Kreun e BK-s, po patyshim, pak muaj më vonë edhe kreun e SPAK, rikëtemi pas pak. Të loboj cili të doj, aj do e bërhojt nga Edi Rama. Është bërë janë fut disa emra për të dalë në një qako, po si qako. Ska nuk lëshon atë vendet. Po Ardi Veliu ka garuar për këtë vend, apo jo? Jo, s'ka se ka qenë rezervë. Mirë, po. E keni strishën nga bim, nuk e traton mosha doktorit, sidomos kur vje puna të këto biseda, por Rexhepi, ajo që duket është që Berisha pohon vetë një gjë, që zgjedhja e kreut BK-s nuk është shpëton dot temi ose influencave politike ose thashëthemeve politike. Këtu jetojmë, domethënë, në Shqipëri, gjithsesi unë për 3-4 emra shpreh konsiderat aq sa i njoh, sepse ka vite që jam shkëputur, jam në treg privat, edhe njeriu dhe ndryshon. Sa Berisha i kanë drejt në vetë ato, unë sapo thash që unë për zotin Çakon ndaj mendim pozitiv, domethënë, nëse është fjala, nëse doni mendimin tim personal, domethënë. Ndërsa pak përpara doja të thoja që gjykata nuk i ka zgjidhur mirë këtë problemin e largimeve nga puna në përgjithësi, por sidomos në rastin e policëve. Kanë marrë një policë atje nga fundi i botës, një rast, një policë që nuk është kthyer në punë dhe e kanë marrë si precedent. Ai di ky është rasti i vjetër, ka gati 30 vjet si. Ata mbajnë si precedent, të japin rrogat dhe nuk kthejnë punë. Tani nëse të kanë larguar padrejtisht nga puna, duhet të vish në punë, ti marrësh dhe rrogat për kohën që ke ikur ose mos e jep dhe rrogat, kaq. E vërtetë, kjo i referohen i rastit Ledis Naus. Megjithatë, deklarata Berishës sot. Ja, unë e shumë mirë, bile nuk do të çuditesha që për të mos e lëmë me umërzit Berishët, kishim vu dhe emrin e Kuliçit atje, edhe e kishim rregulluar mirë të punë. Tani, unë nuk du të paragjikoj, mendoj që gjithmonë do të kemi një hap përpara. Shpresoj që të jetë një nga ato kandidatura që thash unë, por edhe Çako, duke marrë parasysh domethënë standardin e Berishës, atë që thash unë, është nata me ditë me atë që thot Berisha. Kështu që s'ka pse ta paragjykoj edhe Çakon. Megjithatë leva janë 2 lëvizje të forta në pak muaj, kreu BK-s në shtator, kur mbaron pastaj në nëntor? Në 19 dhjetor. Në 19 dhjetor është kreuri i SPAK-ut janë. Si mund punojnë të institucionet ndërkohë që kanë këtë lloj temi presionin mbi kokë? Jo thjesht kush do të zgjidhet, po si do të zgjidhet dhe kush do të themi në çfarë influencë do të zgjidhet drejtuesi i tyre i ri. Unë të paktën nga eksperiencat e mëparshme, ata emra që pompohen më shumë rezulton që në fund nuk zgjidhen ata. Ata digjen, kush i del emri i parë, ata digjen parë. Ai që thuhet është potenciali për të zgjedhur. E dim se kemi provu këtë rasti presidentit Republikës. Në përfundim tel që nuk është ai. Megjithatë ndër emrat përveç Hakit Çakos, Ledis Nanës apo edhe zëvendësit të BK-s. Janë edhe 2 personazhe tjerë, për shembull dhe Artur Beu është një ndër oficerët që një ndër më të mirë që ka pasur policia. Garon për herë të dytë Artur Beu, pasi ka garuar edhe në mandatin e parë përballë Aida Hajne dhe u zgjodh Aida Hajne. Edhe për shembull dhe Gentian Shehaj, edhe ky ka qenë edhe kandidat për drejtues përgjithshëm policie, ka qenë drejtori i policisë Vlorës edhe në disa drejtori të tjera. Janë disa emra potencial, domethënë, por që unë besoj që nuk do dalë asnjëri nga këta që përfliten. Pa do të jetë një nga 13 emrat, pa asnjëri për atyre cilët po përfliten më shumë. Jo ata që po përfliten. Në këta 13 emra
8 vinë nga radhët e policisë së shtetit, pjesa tjetër... Ka dhe prokurora, po është një prokuror? Andi Pogaçi që vjen nga radhët e prokurorisë, është momentalisht është këshilltar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, që është një emër potencial. Astrid Alilaj vjen nga radhët e prokurorisë, por emri Astrid Alilaj në fakt në thonjza bën lajm, pasi është i shkarkuar nga Komisioni i Posaçëm i Apelimit dhe Astrid Alilaj ka garuar për të marrë drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit. Sigurisht që je i shkarkuar? Fazën e parë mund ta bësh, atë të aplikimit, më pas do të jetë komisioni, është komisioni që përbëhet nga Altin Dumani, Ka qenë drejtori i SHKP-s? është Altin Dumani, Arben Kraja, kush vendos për këta të tre, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Bear Dibra, që është prokurori më i vjetër i prokurorisë së posaçme. Ky është komisioni që do të marrë të 13 emrat në shqyrtim dhe do të bëjë gjithë filtrat dhe verifikimet dhe për t'i kaluar pas në fazat e tjera, po themi, të testeve. Më pas, emri i cili do bind këta tre anëtar të këtij komisioni do t'i dërgohet Këshillit të Lartë të Prokurorisë që do ta emërojë në datën 1 shtator kreun e ri të BK-s. Unë mendoj në fakt që këtë radhë, mendoj se do jetë nga radhët që vjen nga brenda Byros Kombëtare të Hetimit drejtuesi i ri, mes të cilëve është Joni Keta dhe Elton Kërluku. Të dy këta emra vijnë nga radhët e Byros Kombëtare të Hetimit, ndërsa Nevroz Ndërgjoni edhe Andi Pogaçi dhe Astrid Alilaj, në mos gaboj dhe Marinela Pilin, që vinë nga radhët, le të themi, si oficer të prokurorive, të policisë gjyqësore, dhe po themi vinë nga radhët jo të policisë, por nga radhët e prokurorive. Unë mendoj që këtë radhë do jetë nga radhët e brenda sistemi, si është Byroja Kombëtare e Hetimit, apo nga radhët e prokurorive, pasi drejtuesja e parë e Byros Kombëtare të Hetimit vinte nga radhët e policisë së shtetit. Aida Hajna ishte zëvendësore përgjithshme e policisë së shtetit dhe më pas mori drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit për 5 vitet e ardhshme. Romeo, kjo që thot Ermali ka dhe sens edhe duke pasur parasysh këto themi acaret apo krizat që ka pasur drejtuesja aktuale me Dumani. Fakti që do zgjedhet nga Dumani, nga Kraja dhe nga një tjetër prokuror i vjetër brenda SPAK-ut tregon që ndoshta tani krejt e SPAK-ut do zgjedhin dikë që të jetë më bashkëpunues me ta? Shiko, nga këta 3 persona kam njohur dediku personalisht Dumanin dhe kam një besim që është skrupulos. Është një person që për hir të skupeve e tejkalon egon e tij dhe besoj që zgjedhja e tij do të jetë zgjedhje e mirë si person. Por kam vënë që ne jemi munduar tani me këtë ndikimin politik se për të për legjislacionin kemi politikën e. Po boll tani e kanë lënë të ngushtuar dhe për SPAK dhe për këtu do hyjnë vetëm njerëz që kanë qenë në sistem. Pra merr shplak këta sistemit e vë atje. Ne kemi nevojë edhe për njerëz nga jashtë. Kemi provuar edhe për njerëz nga jashtë. Tani me guximin në Amerikë e merr tjetrin nga gazetarë dhe vëdhen krye të kash patent. Çdo sektor ka nevojë për njerëz nga jashtë, ke shumë drejt. Çdo sektor ka nevojë për njerëz nga jashtë. Po, çdo sektor. Tani ne për ta bërë këtë reformimin deri aty ku mos na prishi punë, kjo politikë, se kjo e ka fajin, dhe ne tani këta e ngushtojnë lojën dhe marrin po nga këta, si ato të Nasradinit, ca janë e ca s'janë dhe pastaj i zgjedhin. Ne kemi nevojë për një hap cilësor të madh. Edhe ka shqiptar tani këtu, ke njerëz se unë du marr këtë Gledis Nanon duke ditur çfarë si vije ka, po them. Pra është një gjendje me partnerë të kombëtar, të hyj, të bashkëpunoj, të bëj, do kemi nevojë të anglisht thuati. Si? Flet mirë anglisht thuati. Po, besoj që aty ka dhe që nuk flasim mirë shqip. Me sa po më shohin syt te lista. Se këta edhe duan tallen e herë. Tani e dyta kur nuk je i denj për qenë sistem, që ke i denj për krye sistemit. Ne edhe këtë reformë duhet ta plotësojmë. Si jemi denj për sistem, kemi thënë këtu, po na vjen deputet që të votosh edhe ti edhe në krye të këtyre organeve që të kanë përzon ty. Jo, ne duhet ecim pastrim, pa kthim. Dhe unë jam për ligj edhe më të rrepta. Nëse ke ikur nga sistemi për probleme të rënda, pasuri për shembull pa justifikuar. Për çfarë do vish sistem? Ti gjithë jetën s'do punosh më. Vetëm këto ligje do rregullojnë Shqipërinë tani. Ja vërtet, vetëm dalim. Pastaj nëse nuk ke performancë, kjo është më keq ka krau tjetër. Ke provuar veten, s'ke performancën e dur, ke kohë të mësosh tani, po për jetën tjetër, se për të jetë hiku. Ti ku treni kësaj jete. Sidomos është gjithmonë ideja kur ti si puna e alpinizmit, sa më lart ngjitesh, aq më pak oksigjen ka. Pra, le të themi, ti nuk mundesh që të dështosh bishi herë nga mali dhe pastaj të japin prapë drejtën gjithësh më Everest. Këto nuk janë vende pune, të cilat të lejojnë të jesh
mund t'jesh shumë kohë në krye, po t'i lejoj që ish aktiv në krye shumë kohë. Ata do t'jenë 24 orë 24 në punë, unë jam i bind për të. Dhe pjesa e BK-s ka ngarkesën më të madhe, se ka dhe pjesën operacionale dhe përgjime të gjitha, se prokurori shkon bjesë atje, ai që është qunë shkon si shkon, tjetër shkon majtakave, po këta tjerët janë edhe me përgjime ambientale me gjitha 24 orë 24. E vërtesh, me gjatë... Se tanë xhepi më jep drejtu. Po, unë t'jap drejt gjithmonë. Faleminderit, unë e di, po ne edhe. Me gjatë ka gjithmonë një por është politik patjetër, pasi politika kërkon të ketë influencë në vetë, siç kërkon të marrë të meritë në vetë në ngritjen e drejtësisë së re. Por natyrisht drejti ndonjëherë mund të ketë drejt. Pse? Sepse njerëz janë dhe temi profesuesit e drejtësisë së re dhe ata e teprojnë ndonjëherë. Dhe lidhur me pagat dhe me pagat Unioni i gjyqtarëve i ka kërkuar gjykatës kushtetuese që të vendosë rritjen e re të pagave. Këtu ka ndërhyrë ashpër sot kryeministri Rama, por një ndërhyrje që duket nuk ka lidhje vetëm me pagat. Ta ndjekim. Kryeministri Rama ka kritikuar kërkesën e Unionit të gjyqtarëve për një rritje tjetër të pagave. Kjo kërkesë që vjen për herë të dytë brenda 3 vitesh, për kryeministrin është skandaloze. Kjo ndërhyrje skandaloze gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit me sa duket i ka shijuar Unionit e shumë sa pas rritjes së pagave të administratës në maj vitit 2023, Unioni i gjyqtarëve tani kërkon përsëri nga gjykata rritjen e pagave të gjyqtarëve. Këtë herë Unioni kërkon që paga bazë të lidhet vetëm me pagën bazë të drejtorit të departamentit në kryeministri dhe kërkon sërish ndryshimin e ligjit. Sot kërkon që si pasojë rritjes së pagës së administratës, të rritet paga edhe atyre gjyqtarëve dhe jo pak, por plot 700 euro. Për kryeministrin, gjyqtarët që kërkojnë rritje rroge, po abuzojnë me pavarësinë e sistemit tyre, duke thyer edhe hierarkinë. Ky union e kuptoka si një privilegj përjetshëm faktin që për të mbështetur pavarësinë e gjyqësorit dhe fuqizuar gjykatësit e dal nga vetingu, ne me reformën në drejtësi rritëm pagat e sistemit të drejtësisë menjëherë sa për 10 vjet, 20 vjet, duke thyer me vetdije piramidën e pagave të Republikës së Shqipërisë. Pra, sipas Unionit, kjo republikë do të jetë përjetësisht e vetmja botë ku gjykatësit nuk do të lejojnë gjitjen e piramidës së thyer të pagave sepse ndryshe nga gjithë bota në Shqipëri, pagat e tyre nuk do të rriten me qeveri e parlament, por me gjyq. Thirrjen kryeministri e ka për gjykatën kushtetuese. Ai pranon se qeveria herën e parë e pranoi lajthitjen e eshtje, por këtë herë të dytë, ky do të ishte një abuzim edhe më i madh nëse aprovohet. Tani unë uroj shumë që shakaja e hidhur e gjykatës kushtetuese herën e parë, të cilën ne e pranuam në heshtje, si një lajthitje që duhet ka përdir për hir të respektit me heshtje të një vendimi të gjyqësorit, të mos përsëritet, sepse heshtja ndaj çdo lloji abuzimi me mbështetjen tonë për drejtësinë nuk është më një opsion për ne. Por më tepër në këtë rast ky do të ishte një abuzim madhor, shumë dimensional që do të cënonte shumë kënd e shumë çka, duke nisur nga vetë kushtetuta dhe serioziteti i Republikës së Shqipërisë. Një pagë bazë sot e një gjyqtari është 156.000 lekë të reja, kurse pas kësaj kërkese dytë kërkohet edhe 700 euro më shumë. Vendimin e parë mori gjykata kushtetuese, e cila përpara një kërkese të tillë, që sipas Ramës është lajthitje, edhe ajo vetë është në një gjendje të lajthitur, pasi në atë gjykat vijojnë të ushtrojnë detyrën dy gjyqtare me mandate të skaduar, Holta Zaçaj dhe Sonila Betja, të cilat kanë dorë të marrin çdo vendim, pro apo kundër me votat e tyre, dhe në mandatin e tyre të skaduar mund të rrisin pagat si vetes edhe kolegëve të tyre. Duket që është një reagim që ka marrë spunto, shkas nga temi nga mënyra se si gjykatësit kërkojnë të përcaktojnë vetë rrogat e tyre dhe kryetari i qeverisë thotë shiko, ne nuk ndërhyjmë tek vendimarrja, por ju nuk mund të funksiononi si shtet brenda shtetit. Pra, rrogat i përcaktojmë ne. Ne që administrojmë shtetin nuk i përcaktoni ju dhe e quan lajthitje vendimin e parë gjykatës kushtetuese, por ama e paralajmëron gjykatën kushtetuese që nëse do lajthisni sërish, ne do ndërhyjmë. Apo jo, unë kështu e lexova. Tani dhe këtu duket një përplasje serioze midis qeverisë së gjyqësorit, po nuk e di, do ngesh vetëm çështë rrogash apo mund të shkojmë më tutje. Ta sqarojmë. Shkalla parë ka rrogën nga 2.500.000 vjetra në 2.800.000. Apeli nga 3.300.000, gjykata lartë nga 4.200.000, kushtetuese nga 4.200.000, 4.500.000 të vjetra. Dhe du më shtojnë edhe një 750 euro tjera në zotërinjt e kanë pagën disa e kanë si presidenti. Jo, më të lartë kam përshtyme. Po, më të lartë se ministrat po. Jo, kam përshtyme që presidenti e ka 4 milion dhe në 5 milion. Pra, shikon, kushtetuesja ka më të lartë se... Dhe guvernatori bankës, kryeprokurori, dhe tani
janë më paguar se ministrat që e kanë rrogun nga 1.800.000 në 2.200.000. Tani ka një krahasim, ku janë dhe çfarë bëjnë. Nëse kanë nga nxitja brendshme që e thonë në mënyrë pavetdijshme që ne që kemi qetur apo qethim qytetarët me miliona për ditë. Tifuzim dhe i brisë shtetit. Tani ne do uri pak dorën këtu, po do zëvendësojmë të që se marrin këtu tani. Ne kemi nevojë radh parë për një vetting shumbullor. Me këto paga jetohet në Shqipëri. Me këto paga, me thënë drejtën, modestisht jetohet dhe në vënde europiane fshin. Po them që bëhet në një çudi, me këto paga jetohet në Shqipëri, edhe po ndjekin dhe një politikë të tregut lirë që të ulet çmimet janë ngritur në mënyrë artificiale nga oligopolit e tjerë, rregullohen këto paga. Po ku shqiptarët janë kesh 10 fishin e pagës një tjetëri. Dhe të kërkosh 750 euro tjera. Edhe kur bën gjyqje pa njoftu fare palet, për mua duhet filloj me ekskavator të bëhet vettingu atje, sidomos në gjykatat e shkallës parë, në apel. Shkalla parë, sidomos, dhe apeli. Kështu që me këto paga, vetëm se kanë ngacmuar dhe kanë ngritur neveritjen tonë. I dim i pjesë madhe, ka dhe i pjesë janë të sakt, po janë shumë e vogël e pjesë, shumë e vogël, sa mendoj që vettingu real do të filloj tani. Pra ai ka qenë një pseudo vetting, e panë të vrullin dhe nga futi 2017 që s'ka në gjë reale për të ndryshuar, edhe ja kanë shuar tani, nuk po pyesin më fare. As duan t'ja dinë se kë kanë përballë hiç, kështu që na ka ardhur momenti që edhe nga ky televizion ju themi, jo që nuk meritoni, të ungrem atë rrogën, po dhe atë rrogë që merrni nuk e meritoni. Dhe nuk e meritoni të jeni ju atje në atë vend. Pasi meritoni një vetting dhe njerëz tjerë do të vi me tjetër mendësi që shohin drejtësinë radh parë si mision. Dakor, se s'kemi të shumë. Megjithatë, Rama thotë, nëse do lajthise sëri gjykata kushtetuese, ne do ndryrim si. Para njerë unë e quaj politikë të pasër populiste këtë të Ramës. Domethënë, Rama si menaxher i mirë i marrëdhënieve me publikun, se është ka meritat e nuk ke që i thua, domethënë, është super lojtar. Do t'ja njohim këtë meritë. Derisa dali dikush që ta mundit, duhet ta pranojmë që ai është kampioni. E kam, po. Derisa dali dikush që ta mundit, shumë të sinqertë të gjithash. Po. Se këtë e pranojnë edhe kundërshtarët, ka segmente të gjyqësorit që për hir vërtetës e mbështet 100% atë që nuk performojnë fare mirë, por mbase se meritojnë atë vend, domethënë nuk duhet ta personalizoj. Po si mund ndryjë qeveria apo mazhoranca? Pikërisht, si mund ndryjë? Nuk varet financimi tyre nga vetë tyre. Po nëse merr vendim gjykata kushtetuese si apo? Aty e ka parazuar, pra e kanë tejkaluar, nuk ka, edhe në gjykatë kushtetuese. Sa gjyqtar janë 700 euro, si e mendon, vërtet e ka shqetësim të 700 euro, po kjo është kështu më... Shtet 700 euro, ka tejkaluar... Sa janë 700, ka që logarin bëj? Nuk ka gjyqtar jashtë, ka kenë rogën më tarë se ministrit. 4 milione gjys e ka presidenti e Republikës. Nëse performon mirë, ti kesh halal ato. As i lek në tepër. Nëse performon mirë. Po i lutim një performansë ka për detyrë. Pastaj, Komerca Kalamaj dhe i qonë në apel. E kam për detyrë, Do më thonë që marrin vendimet formës prerë dhe njerëzve ju ikën prona, ju ikën koka, do më thonë, shkojnë me të përjetëshëm, pastaj se për hir vërtetës për mendimin tim, nëse mund të them kështu, garda e vjetër performon shumë më mirë, ose më saktë gjyqtarët me eksperiencë, për çka kam patur unë raporte, profesionalisht marrin ngarkesat, dinë të marrin ngarkesa dhe zgjidhin probleme. Përvoja bën vetëm. Megjithatë si ja mund t'ja u them, rasti Elbasanit për shembull ishte një treshe spektakolare, do të thonë që jo, dakor. Çeli hetimin edhe jo, jam dakord, mjaftot shohësh edhe mori ngarkesë, bandat mes, presioni shtetëror mes. Si është katandis gjykata kushtetuese. E kam të provuar. Jo kushtetuese nuk e di, po. Ja po ta them. Kam provuar me apel. Ke gjykatë kushtetuese, ku janë dy gjykatëse që janë jashtë limiteve dhe nuk pranojnë tikën. Po shiko çfarë ndodh. Luajnë me gjykatën e lartë, gjykata e lartë bëhet sikur se ka menin, ndigjen afatit, pastaj hotelet kanë ndërtuar, nuk vjen kryetarja nga Vlora më. Po dakor. Vlora me prona 3 kaçe, për çfarë vjen kryetarja nga Vlora? Si ka, mund vjen nga Tropoj dhe nga Vlora. Vjen nga Lezhë. Mjafton vije sakt. Se kam krajnor, jo, të lutem. Mjafton vije sakt, nuk ka lidhje. S'ka lidhje. Mjafton vije sakt. Problemi është çfarë po ndodh me gjykatën tonë. Ato prona 3 kaçe, s'ka dalur ai palë për dorë. Si mund ndryj qeveria? Si mund ndryj mazhoranca? Flasim ndryrë politike, Romi. Shiko, tu pastaj duave do e rrezikshme pastaj. Fondet në dorë ka. Politika e pagave është e mazhorancës, nuk ka diskriminim. Është qeverisë. Është ekzekutivit. Po, dakord, po ka ca ligje që i zbaton qeveria. Po ai nuk foli thjesht sekretari i qeverisë.
Pra nuk foli sekretari ekzekutivit. Po tha, i tha gjykatës kushtetuese nëse do lajthitësh sërish, ne do ndërhyjmë. Unë kam kohë që nuk foli sekretar, foli sekretar. Do jetë një çështje shumë e madhe në gjykatë kushtetuese që diskutohet që flet Lemri. Jo, unë kam kohë që nuk kam mbështetur në... Kam përshtypjen që ai atë let kuptoj që do shkojmë te ndryshimet kushtetuese, pastaj do bëjmë Republikë presidenciale pastaj. Pastaj do flasim ndryshime kushtetuese që prekin SPAK-un, që prekin kushtetuesen, që prekin BK-n, po. Mos prekim Republikën, kalojmë Republikë presidenciale. Unë kam kohë që jam kritik në shumë qëndrime të Ramës. Ky është vendimi i qartë, se flasin shifrat, janë fakte, dhe faktin anë unike flet vetë. Në këto paga, ti kërkon ngritje tjetër, kërkon tani thelmi bishti dhe me në kësaj pune. Puna është çfarë mund dalë pas sajt. Po çfarë do dalë, asgjë do dalë. Se di, sa i thot do ndërhyjmë, nëse gjykata kushtetuese merr një vendim dhe e miraton kërkesën e Unionit, janë mekanizmat e kontrollit. Unë gjithmonë kam dashur të procedurin fare, po gjykata kushtetuese vetëm po ndrove. Unë gjithmonë kam dashur të përplasim një tjetrin, po jo përplasëm për pagat, dhe përplasëm për minimumin jetik. Kupton? Ajo gjykata kushtetuese do të flasë për minimumin jetik parë, jo për pagat e veta, që i ka në më lartë se presidenti. Kështu që është skandalozë të vazhdojmë. E ka fituar Rama, e ka ditur Rama që këtu të fitoj. Edhe e ka lëshuar të dorashkën e... Ta shikojmë se çfarë ndodhi, ta shikojmë në publik do fitoj. Rama në raste të tilla nuk ndërhyn asnjëherë kot. Dhe sot paralajmëroi diçka, po se do të shkojë kjo. Me këto shifra ka fituar. Jam dakord me ju. Romeo, ku po flas? Tek çështja e pagave jam shumë dakord me ju, siç jemi dakord gjithë se shumë prej gjykatësve nuk e meritojnë asnjë të lëre më të ushtohet rroga. Por kur kalon dhe flet nga kryeministri, flet si kryetar i majorancës politike dhe i thotë, po një sekond pra, se s'po më kupton duhet. Dhe thotë, ne do ndërhyjmë, ndërhyrja është ajo që thotë Ermali. Do ndryshojmë kushtetutën. Do ndryshojmë kushtetutën. Se këtë thot, do ndryshojmë. Po ndryshojmë kushtetuta, pastaj hapet. Nuk besoj. Se s'ka gjë tjetër ndorë, është vetëm mekanizëm politik apo. Nuk besoj do shkojë atje. Mirë, ta shikojmë. Unë e dëshiroj përplasjen e pushteteve gjithmonë. E kam dëshiruar. Majoranca e madhe prandaj është arritur për ndryshime kushtetuese, kështu që po tani kushtetuta nuk është në gjë që i duhen edhe 10 vota nga pala tjetër. Shiko, vetëm librat e shenjtë. Tu pastaj komplikohet muhabeti. Sa e pala tjetër ka probleme tjera. Megjithatë do flasim herë tjetër për këtë, nuk është çështje që ka nisur sot, me siguri do ketë zhvillimin e ditët në vijim. Romeo, faleminderit shumë më sot. Faleminderit zoti Rexhepi, faleminderit Etleva, faleminderit Ermal. Ky është histori për sonte, shihemi nesër në orën 8. Atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.